Kosova është shtet kombëtar. Kështu po preferon që ta quaj. Të nderuara media, faleminderit që jeni këtu. Kosova është shtet i ri, por para se të ishte shtet dhe para se ta fitonte lirin, kishte njerëz që i dolën Zot, ndaj ne kemi për detyrë të mos harrojmë kush janë ata njerëz. Joe dhe Shirley Diogardi janë ndër ata miq që Kosova i pati pranë para se emri i saj të zinte vend në agjendën e politikës amerikane. I nderuar Joe, përkushtimi juaj ndaj çështjes shqiptare kishte pas vetës një trashëgimi shumë më të vjetër se jeta juaj politike. Ajo vinte nga familja juaj arbreshe, nga Greci i Italis, prej një bashkësie që shekuj pasi ishte shkëputur nga trojet e të parëve, vazhdonte ta ruante Shqipën, kujtesën e prejardhjes dhe lidhjen me botën shqiptare. Babai juaj ishte 15 vjeç kur u nis nga Greci për në Amerikë, kur e kthyet në vendlindje në vitin 1974, pas 45 vjetësh larg, ai u foli përsëri shqip njerëzve me të cilët kishte kaluar fëmijërinë. Gjua kishte mbjetuar lartësinë, kohën dhe një jetë të tërë në një kontinent tjetër. Kjo trashëgimi që për shumë breza kishte jetuar si kujtesë familjare, te ju mori edhe trajtën e angazhimit politik. Kur shqiptarët e Amerikës ju folën për Kosovën në mesin e viteve 80, ju ishit një kongresmen i ri, teksa për Kosovën në Washington dihej fare pak. Në vitin 1986 e ngritët në Kongresin e Shteteve të Bashkuara çështjen e shkeljes së të drejtave të shqiptarëve në Jugosllavi. Afirmimi i çështjes së Kosovës në Kongresin Amerikan në ato vite ishte më tepër se një qëndrim politik, duhej të dëshmohej një padrejtësi që pak njerëz e njihnin, të përballohej kundërshtimi një diplomacie shtetërore që kishte rënë një miq të vjetër në Washington dhe të shpjegohej ligjvënësve amerikanë se pas fjalorit zyrtar të Jugosllavisë së asaj kohe qëndronte një popull të cilit po i cenoheshin vazhdimisht dhe në mënyrën më brutale të drejtat themelore. Ju e nisët këtë punë shumë vjet përpara se represioni sistematik, vrasjet, masakrat dhe dëbimi masiv nga ana e politikës kriminale të Serbisë e shndruan Kosovën çështje të politikës botërore. Edhe pasi përfundoi mandati juaj në Kongres, ju e vazhduat angazhimin me themelimin e lidhjes qytetare shqiptaro-amerikane në vitin 1989. Ajo punë mori një shtrirje tjetër, ju kthyet në Kosovë, pat nga afër çfarë po ndodhte, takuat njerëzit që po artikulonin rezistencën politike e intelektuale të shqiptarëve dhe bashkë me Tom Lantosin e sfiduat haptas politikën e Slobodan Miloševićit në një kohë kur kjo kërkonte edhe guxim personal. Në Washington ndërkohë krijuar një rreth gjithnjë më i gjerë njerëzish që njohën me Kosovën dhe ishin të gatshëm të merreshin me të, Tom Lantos, Bob Dole, Ben Gilman, Claiborne Appel dhe shumë të tjerë u bën emra që shqiptarët do t'i mësonin e do t'i mbanin për herë në mendje. Në krijimin dhe ushqimin e atyre lidhjeve, lidhja shqiptare, shqiptaro-amerikane, dhe ju vetë patët një rol që la gjurmë në historinë e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në ato vite Kosova nuk ishte ambasadë në Washington, as diplomaci shtetërore që ta përfaqësonte. Atë zbrasti e mbushën sa mundën mërgata jonë dhe miqtë si ju, duke ndërtuar lidhje me politikën amerikane, duke sjellë dëshmi nga Kosova dhe duke i hapur çështjeson dyer që deri atëherë kishin qenë të mbyllura. E nderuar e dashur Shirley, ju bashkuat kësaj pune nga një rrugë tjetër dhe shumë shpejt u bët një prej zërave më të shquar e më këmbgulës. Me përvojën tuaj në botim, në shkrim, analizë të politikës jashtme, ju shndruat në një kroniste duke dëshmuar, dokumentuar dhe argumentuar për Kosovën, nga se nuk mjaftonte vetëm të kërkohej mbështetje. Duhet të njihej historia e saj, të kuptoheshin mekanizmat e represionit
të ndiqej ajo që po ndodhte në terren dhe të përgjigjej me fakte paraqitjeve që për vite me radhë kishin shtrembruar, gënyer e falsifikuar propozitën e shqiptarëve në ish Jugosllavi. Pra këtë punë e bët në shkrime, raporte, dëshmi para Kongresit, takime me politikë bërës e me diplomatë dhe paraqitje të shumta publike. Në vitin 2002 të dy shkuat në Hagë për dëshmuar në procesin kundër Slobodan Miloševićit, i akuzuar i Tribunalit Penal Ndërkombëtar për krime kundër njerëzimit në Kosovë. Edhe atëherë, si shumë herë më parë, puna juaj ishte dëshmi, pra ju e dëshmoni me fakte atë që Serbia kishte bërë me vite kundër shqiptarëve të Kosovës. Pas qershorit të vitit 1999, Kosova kishte një betejë tjetër përpara, betejën për ta kthyer lirinë e fituar në një status të qëndrueshëm politik dhe më pas në shtetësi. Faleminderit për mbështetjen e madhe që i keni dhënë Kosovës në periudha shumë të vështira. Për mua është nder i veçantë që para pak kohësh, para pak minutash, si ushtruese detyrës së presidentes, pata nderin që t'ju jap juve, zoti Diogardi dhe zonja Diogardi, shtetësinë e Republikës së Kosovës. Ju keni qenë miq të Kosovës shumë përpara se ajo të bëhej shtet, prej sot jeni edhe qytetar të saj. Për mua është nder i veçantë t'ju auroj shtetësinë e Republikës së Kosovës dhe t'ju them mirë se vini në mesin e qytetarëve të saj, mirë se vini në shtetin tuaj të dytë në Republikën e Kosovës. Urime të dyve dhe ju faleminderit shumë.